një bukë, 2 vezë, pak qumësh dhe një grumbull faturash që duhen paguar me çdo kusht. Kjo është panorama reale e përditshmërisë së familjeve shqiptare. Ndërsa statistikat flasin për rritje ekonomike dhe të ardhurat të larta për frym, mira familje shqiptare vazhdojnë të jetojnë në kufin të mbijetesës. Sipas të dhënave të Eurostat, Shqipëria mbetet një nga vendet me rrezikun më të lartë për varfëri ose përjashtim social në Europë. Rreth 44.5% e familjeve me fëmijë dhe 37% e familjeve pa fëmijë konsiderohen në rrezik varfërie. Në të njëjtën kohë, të ardhurat për frym kanë arritur në $12.500 për vitin 2026, nga $4.1 në vitin 2010. Por kjo rritje nuk është reflektuar njësoj tek të gjitha familjet. Një raport i Komisionit Evropian për kushtet e punës tregon se 39% e punonjësve shqiptar nuk arrin të mbyllin muajin, duke shënuar rekordin më të lartë në Europë. Sipas Bankës Botërore, rreth 23.4% e shqiptarëve jeton me vetëm 681 lek në ditë. Në praktik, kjo shumë mjafton vetëm për produktet bazë të ushqimit, ndërsa energjia elektrike, uji dhe transporti zën pjesën më të madhe të buxhetit familjar. Në të njëjtën kohë, kriza e strehimit po thellohet. Qërat janë rritur me 7.1% gjatë vitit 2026, ndërsa orientimi i shumë apartamenteve drejt platformave turistike si Airbnb ka të kurrur ofertën për banim afatgjatë. Si pasojë e kësaj gjendje, mira familje shqiptare vijojnë të kërkojnë ndihmë nga shteti për strehim social ose subvencionim qerare. Ndërkohë nga ana tjetër, buxheti i shtetit për vitin 2026 e ka vendosur fokusin ekonomik tek shtresat në nevojë, pensionistët, familjet me të ardhurat të ulta dhe të papunët. Po ashtu, nuk kanë munguar as premtimet nga kryeministri Edi Rama për rritje pagash dhe pensionesh. Në fund të mandatit duhet të arrijmë që pensioni mesatar të rritet si më poshtë. Pensioni urban me vitet plota pune të shkojë 40.000 lek të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lek të reja nga 15.850 lek që është sot. Pensioni rural të shkojë 18.000 lek të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar të shkojë 18.000 lek të reja nga 11.400 që është sot. Dhe pensioni i invaliditetit të shkojë 30.000 lek të reja nga 20.000 që është sot. Prandaj, nga janari vitit 2026, pensionet do të rriten çdo muaj si vijon. E përsëris përtej indeksimit vjetor që do të jetë një tjetër gjë. Pensioni urban me vitet plota pune do të rritet 1.800 lek. Pensioni urban i pjesshëm do të rritet 800 lek. Pensioni rural do të rritet 1.000 lek. Pensioni familjar do të rritet 700 lek. Pensioni i invaliditetit do të rritet 600 lek. Në vitet në vijim, të njëjtat shifra do të dyfishohen për secilin kategorinë 2027, do të trefishohen 2028, do të katërfishohen 2029 për të arritur vlerën e premtuar në qershor të këtij viti, ku shqiptarët na dhanë plot 83 mandate. Ndihma ekonomike mbetet mbështetja më e madhe për shumë familje në nevojë. Vetëm në 2 muaj të parë të vitit 2026, mbi 41.000 familje përfituan nga skema e ndihmës ekonomike. Sipas strategjisë kombëtare për mbrojtjen sociale 2024-2030, ndihma ekonomike varion nga 1.800 lek për person në 5.760 lek për një familje me 2 të rritur dhe 3 fëmijë. Megjithatë, ekspertët e vlerësojnë se këto shuma mbeten larg minimumit të nevojshëm për të përballuar jetesën. Përtej statistikave, realiteti i përditshëm mbetet i vështirë për shumë shqiptarë. Çmimet rriten më shpejt se sa pagat. Qirat po bëhen çdo ditë më të papërballueshme, ndërsa familjet shqiptare jetojnë mes pasigurisë ekonomike dhe shpresës për një të ardhme më të mirë.